Sherifi i Tiranës është bërë figura më komike me video dhe gafat e tij në rrjetet sociale. E gjithë strategjia dhe investimi i Edi Ramës për ta bullizuar si bufi kënetës ka shkuar dëm, sepse Berisha ka fundosur veten e tij. Brenda 3 ditësh ai ka bërë 30 lajthitje dhe miliona shqiptar janë argëtuar me miliona komente në rrjetet sociale. As Edi Rama dhe as partitë e reja nuk e kanë çmontuar dot Sali Berishën në 35 vjet, atë që ai po i bën vetes në një muaj fushat elektorale. Kur më parë nuk më është dimsur një burr i moshuar se sa Berisha në këto fushat elektorale. Ai nuk hap dot gojën se në 2 fjali ngatrohet 3 herë. Ndjej keqardhje që po tallen me moshën e tij 81 vjeçare, ndjej mëshirë për mënyrën si po e denigrojnë publikisht. Ndjej habi si familja e ka lejuar që ai të bjerë kaq poshtë. E keqja e Sali Berishës nuk është mosha. Të gjithë do e kishim zili një trup të shëndosh si ai mbi 80 vjeç. Berisha nuk është i sëmur nga mendja, fiziku apo trupi. Berisha është i sëmur nga egoja e tij. Sherifi i Tiranës ka përfunduar si Biden, por me një ndryshim. Berisha nuk ka as burrërinë e Biden që t'jap dorëheqje, por s'ka as Parti Demokratike që ta largoj apo ta detyroj të tërhiqet. Nëse Berisha tërhiqet, PD ka si Kamala vetëm Argitën, se ndryshe nga Amerika, partia e Saliut është biznes familjar me ortak fëmijët. Berisha sot i ngjan disa artistëve të Hollywood si Stallone, Al Pacino, Clint Eastwood apo De Niro, të cilët duan të rikthejnë shkëlqimin e dikurshëm me operacione plastike apo me dashnore 20 vjeçare. Përpiqen të katërt të realizojnë filma me gangster dhe martohen nga 4 herë. Ky është problemi i madh i egos së Berishës. Ai kërkon shkëlqimin e vitit 92, kur ishte 50 vjeç. Ai harron që Amerika ka ndërruar 8 president që atëherë dhe homologët e tij janë në pension. Ai harron që nuk është si Trump, por si Biden. Prandaj mos u tallni me moshën apo pleqërinë e tij, por me ëndrat për të bërë dhëndër për herë të katërt në pushtet. Por kjo estrad nuk përfundon me humbjen e tij. Në 12 maj do fillojë rënimi i turpshëm dhe fatal. Ai do jap dorëheqje nga kryetar dhe do kandidojë sërish të nesërmen, duke vazhduar deri në fund të jetës së tij. Në fakt Berisha nuk ka fatin të ketë as fatin e Biden dhe as të Enver Hoxhës, por thjesht do ketë një fund tepër poshtrues. Nga ky hall nuk e shpëton askush dhe as pak. Në fakt Berishën nuk duhet ta izoloj s'pak, por duhet ta mbyll familja e tij në shtëpi.